krimi ka treguar në 4 apo 5 vjetet e fundit që nuk pyet më as për kod, as për asnjë rregull tradicional që ne kemi, nuk preken fëmijët, nuk preken as gratë. E para, e dyta, mund të jetë edhe një histori e disa vrasësve me pagesë që janë krejtësisht amator, përhapin panik, dhunë dhe breshëri plumbash edhe drejt fëmijëve, ndoshta edhe duke mos i parë. Pra, unë e ngre këtë si dyshim, duke padur parasysh pra idenë dhe logjikën e një njeriu normal që nuk mund të gjuajë në drejtim të fëmijëve. Dim shumë mirë që automjeti pra luksoz me cilin lëvizin atë natë ishte me xhama të zinj, ka qenë momenti i errësuar, momentet kur ka ndodhur ngjarja dhe kujt diet ndoshta edhe nuk kanë parë se kush ka qenë brenda. Nuk janë parë kush ka qenë brenda. Domethënë kanë parë vetëm targun dhe hajde se po qellojmë. Hajde se po qellojmë. Pra, kjo mbetet për të verifikuar. Sigurisht që dyshimet e një ngatrimi të shenjestës kanë bërë që grupi hetimor të gjurmojë dhe të gjejë të gjitha mjetet që qarkullojnë pra brenda rezidencave luksoze të zonës së Lundrës dhe që janë të ngjashme, janë pyetur dhe janë shoqëruar të flasim për G-klasin, që është model tipik, është shumë klasik, domethënë edhe tipik dhe i asaj shtrese që përballon dhe që banon pra rreth zonës së Lundrës. Pra aty kemi të bëjmë me persona që janë jo vetëm të pasur dhe që u amban xhepit mbajnë një makinë të tillë, por kryesisht edhe persona të botës së krimit, të cilët e frekuentojnë zonën dhe jetojnë në zonë. Në dijenin time, të paktën sipas zburimeve deri në këtë fazë, nuk është se ka një rezultat në pyetjet që janë bërë pra personave që kanë makina të ngjashme, të paktën deri më tani. Patjetër që pistat që janë hedhur edhe për ngatrimin e shenjestrës mbi mundësinë e një atentati për gruan e Roan Brahimit janë verifikuar, kam përshtypjen që nuk është shkuar drejt një konfirmimi zyrtar të duket sikur është zbehur si pista ajo. Është zbehur. Grupi hetimor ka pasur një besim të plotë në ditën e parë dhe në ditën e dytë. Megjithatë duket se është lënë pak në hije me siguri për shkak të përvalimit të ndonjë piste tjetër pra mbi materialet që ka deri më tani policia e Tiranës dhe prokuroria sigurisht. Por duhet parë dhe duhet pritur se çfarë do të ndodhë në vijim dhe nëse rezultatet pra të këtyre sendeve që janë gjetur do ta çojnë diku grupin hetimor për zbarjen e një kanalizimi. Faleminderit Sokol. Bego, ne 2 ditë pas ngjarjeve, edhe të Lezhës, atentat në Tiranë, sigurisht biseduam edhe gjatë emisionit, edhe ju kishte një qendrim shumë interesant, ndoshta në duke shumë profesional për shkak të profesionit tuaj si prokurore dhe që nuhatët po e themi në gjuhën popullore. Ish prokuror, kështu që ajo ndjenja dhe profesioni mbetet brenda njeriu gjithmonë kam përshtypjen, edhe nuhatët që kur thatë që ndoshta mos jetë gruaja Roan Brahimi dhe ky ngatrimi i shenjestrës dhe duket se kjo ka rënë. Tani si e nuhatë që diçka nuk shkonte në këtë histori me çështjen e ngatrimit, domethënë çfarë analize i bët ju që sot jemi në këtë pikë? Siç e diskutuam ne, rezultoi që po atë ditë kishte ndodhur një ngjarje në një qytet tjetër të Shqipërisë, e cila lidhej me këtë person, pra me të shoqen e Roan Brahimit, i cili nuk jeton më. Dhe duke qenë se ajo duhet të ishte aty dhe nisur edhe nga kronologjia dhe nga informacioni që na erdhi lidhur me këtë ngjarje që ne analizuam, krijoi një bindje që nuk mund të ishte një ngataresë. Por që ne harim të kuptojmë diçka që, siç tha dhe gazetari këtu, që ka rënë kjo përgjegjshmëria e autorëve të veprave penale, se dikur ta themi autorëve të vrasjeve, thjesht ose autorëve të atentateve, të rënda. Po, të atentate, shprehja atentat për ne ka pas kuptimin kur ishte individuale. Pra, atentati bëjnë ndaj një individi, e kryen te një individ ose ka ndonjë vlerë, por të paktën në këto kohë që kanë ardhur sot, kishte më shumë vlerë ajo që kryen te një individ, një kriminal, siç përdori atë terminologjia kështu ose ca terminologji të tjera sepse kriminali ka pas edhe rol kështu diskreditues, sot është brenda etikës, kurse në kohët e sotme ne shikojmë që nuk ka asnjë parim, nuk ka asnjë përgjegjësi. Mjafton të shohësh, nuk është mund të jenë edhe të rinj në moshë, të rinj në moshë, mund të jenë në efekt narkotik, dhe nuk mendohet fare që mund të bëj barbari, nuk është rasti i parë. Urojmë që të jetë i fundit. Sepse kemi patur pafund analiza që të tillë njerëz kanë qelluar dhe kanë vrarë tjetër për tjetër ose kanë vrarë dikë tjetër që ishte aty, edhe tash duket që kanë qelluar ndaj fëmijëve. Çfarë faje mund të kenë pas ato fëmijë? Nuk e besoj që kanë qenë ato objektivi.
Por çdo gjë mund ndodhi, tash jemi në një mungesë informacioni, ka kaluar kohë gjatë, ndoshta do të jenë ato pjesat e hetimit do të jenë më të koncentruara, duke qenë se ka dhe zhvillime dinamike në provat e reja që janë marrë dhe që do t'i nënshtrojnë analizës. Dhe sot testi ADN-s është një test shkencërisht të paktën në këto nivele që ka shkenca sot i pakundërshtueshëm dhe me një krahasim pastaj ndoshta mund t'japi ndonjë informacion, por sidoqoftë ajo do të çojë në zbulimin e autorëve ndoshta dhe më vonë, në rast se nuk janë në bankën e ADN-s të regjistruara të dhënat e këtyre personave që janë marrë, që duhet të jenë marrë nga mjeti, motomjeti i përdorur nga autorët, në rast se është ai. Qartë. Beko, më thuaj diçka. Tani ne kemi diskutuar dhe më mirë se ju askush tjetër nuk e di që është etike që 24 orët e para për një ngjarje kriminale, domethënë janë ato veprimet e para hetimore, janë shumë të rëndësishme. Tani ka kaluar mbi një javë. Dhe me këtë mungesën e një lloj qartësie se kush mund të ishte objektivi, sa e vështirë është dhe çfarë lloj provash do duhen, ku do duhet të orientohet grupi hetimor ndoshta për te kamerat e sigurisë. Ato janë marrë të gjitha. Marrje dëshmitarëve, informacione operative. Do të kuptojmë edhe diçka. Pra, kjo ngjarje nuk është një ngjarje rastësisht, sepse kjo nuk diskutohet. Pra, është bërë me një qëllim të caktuar. Ne nuk e dim saktësisht kush është qëllimi, por mendojmë që nisur nga dinamika, mjeti i përdorur, veprimi rrethana, qëndrimi të drejtimit kitës e tjera, do të ishte vrasja e personave. Pra, do të kishin një motiv të fortë autorët, që mund të jenë të paguar ose mund të jenë vetë person interesuar, që të bënin vrasje. Dhe grupi hetimor, në momentet e para, direkt shkon tek viktimat e veprave penale, që mund të themi ka pyetur familjarët, por edhe personat që ishin në mjet, aq sa ishte mundësia për të pyetur për ndonjë konflikt. Sepse nuk e di se çfarë mund të kenë para ata më shumë, sepse ne mendojmë që ata kanë qenë duke udhëtuar, ndoshta kanë qenë duke biseduar, duke bërë humor e tjera, kur në momentin jetën në një preshëri armësh, se kanë kuptuar çka ka ndodhur, ka humb kontrolli, pra ngjarja është zhvilluar në pak sekonda. Pra, duke ngritur një version mbi motivet, ata mund të kuptojmë se kush ka qenë autori dhe cili ka qenë objektivi real. Se në momenti i parë shkohet tek familjarët, tek personat. Te familjarët e personat. Konfliktin. Por shumë me këta persona nuk tregojnë, për arsye të ndryshme. E qartë. Mund të ketë mungesa serioziteti për arsye të ndryshme brenda familjes, por edhe nuk duan që të kenë konflikte ose duan që të zgjidhin gjërat. Dhe aty në mes. Ka pas diçka sepse jo që të justifikojmë, por edhe ai që merr vendimin për të kryer një krim ka një motiv. Pra edhe autorët e veprës penale janë përgatitur, kanë harxuar, kanë rrezikuar. Në atentate të tilla, po, patjetër. Po sepse ai ka një motiv, ai person ka një shkak. Është investuar për ta riskon jetën, riskon lirinë, pra riskon shumë gjëra për atë motiv dhe ai ka një qëllim të fortë. Ne jo se justifikojmë për krimin. Kupton? Por duhet dalë dhe ky motiv është i fortë dhe këtë motive di familjarët ose personat që duhet të kenë qenë objektiv, po them për fëmijë, nuk e diskutoj fare që. Por nuk e di tani. Pra aty duhet të gjetur konflikti tek, do të pyet familjarët e tyre të kuptojnë sepse aty është një shkak, i cili e ka prodhuar këtë pasojë. Qartë. Mirë, faleminderit Beko. Sokol, në 10 vitet e fundit ne kemi parë vetëm 3 atentate, mos gabojmë tani me memorien time, që janë kryer me motor. Vrasja Artan Santos, bankierit, vrasja këtë vit e biznesmenit Nasufi, që u krye nga një i kamufluar si shpërndarës picash, edhe atentati në Lundër. Tani, u dojgjë dhe ky motor. Këto 2 motor, domethënë, këtë vit janë të 2 të djegur. Tani, çfarë po ndodh me ata që kryejnë këto atentate? Kanë zgjedhur një mënyrë më të zgjuar, më të shpejtë, është më eficiente për të zhdukur nga qyteti dhe për ta djegur diku, pa mundësi ekonomike për të pasur një automjet siç ka ndodhur, çfarë po ndodh? Besoj që kjo e fundit nuk është arsye kryesore, duke patur parasysh se sa i fuqishëm është krimi organizuar sot. Ne kemi parë atentate me investime të fuqishme, me makina super luksoze për të vrarë që deri para pak vitesh nuk mendoheshin. Përpara vriteshin me makina të thjeshta që nuk binin në sy dhe vetë gazetarët nuk është se inicijonin shumë tek emri i apo lloji makinës. Ndërsa vitet e fundit shohim atentate që bëhen në Range Rover, me Porsche që u bë në po të njëjtën ditë pra në Lezhë. Ndërkohë, çfarë i bën besoj që të marrin një motocikletë është besoj më thjesht se kaq.
Tirana sot është e mbipopulluar me automjete. Ti largohesh policisë me automjet është pak më e vështirë. Qoftë edhe ngecja në një trafik e rrezikon për autorin e kësaj vepre penale, të këtij atentati, për të pikasur, për të parë dhe qoftë edhe për të ndaluar, pavarësisht se historia ka treguar që në atentate të tilla nuk janë pikasur dhe kanë arritur të largohen. Pra është një mënyrë më e thjeshtë për të lëvizur, për të larguar, një mënyrë më e thjeshtë për të edhe qoftë edhe për të djegur apo edhe për të gjarpëruar në për rrugë, ndoshta edhe më të larta dhe më malore se sa mund shkoj me lehtësi një automjet. Pra, besoj ky është motivi kryesor dhe besoj që edhe në vijim në atentatet të ngjashme, sepse do të pranuar fakti që do të ketë edhe në vijim atentate të tilla, shpresojmë jo me fëmijë, por do të ketë dhe është e pashmangshme. Grupet kriminale i lanë sapet, ne e dim kështu që. Sigurisht, besoj që mund të kthehet në rast se ne i lanë që të ndajnë sapet ose të përdorim atë shprehjen që është përdorur, atëherë do kthehen kundër popullatës. Që s'duhet të lënë që të lajmë sapet ose të hanë kokat. Në fakt. Sigurisht. Është një mesazh për ish kolegët. Po. Është që ndoshta edhe për institucione të tjera vizmatuese. Prandaj them që besoj që do mësohemi në vijim që të përdoren në atentatet e tilla për shkak të këtyre lehtësive që përmenda. Sigurisht që përdorimi i automjeteve më përpara nuk është se ka qenë edhe pa probleme. Kujtoj rastin e tentativës për eliminimin e ish prokurorit Ndoja, për shembull. Ajo është ngjarje që nuk është zbardhur vetëm prej komunikimeve të SKCC, por edhe për një makinë që nuk u hap për të nxjerrë, pra nuk u hap bagazhi dot për nxjerrjen e benzinës dhe nuk u doq. Pra një gjë pak më e lehtë dhe më e thjeshtë për të bërë, besoj që kanë qenë edhe pjesa e motorit. Tani se më the këtë detaj interesant që nuk u doq makina. Tani çfarë ka ndodhur? Ne dim Sokol që pafundësisht kemi raportuar dhe të dy në ngjarje kriminale që gjithmonë kur kemi shkuar, kemi parë një makinë të djegur dhe grupi hetimor ka gjetur gjithmonë 2 kallash aty. Tani nuk u gjendën kallash as në Lezhë dhe as në atentatin e Lundrës. Nuk është gjetur. Tani çfarë kuptuam ne këtu? Ka diçka që është analizuar në këtë histori? Shiko Andi, në atentatin e Tiranës nuk janë gjetur as skafandra që kanë patur pra vetëm motori shkëmbuar. Besoj që kjo jep një shpresë edhe hetuesve që nesër diku edhe mund të gjenden nëse ka një lokalizim të autorëve. Në pamje të parë, nëse këta 2 atentate, pra si në Lezhë dhe ashtu në Tiranë, mund të jenë të organizuar nga njëjti grup siç u dyshuan në fillim dhe ndoshta edhe mund të jetë një gjësi e tillë, duke se çalonte për shkak të një automjeti shumë luksos që u përdor atje dhe në të një motociklete në anën tjetër. Pra, këtu kërciste. Megjithatë, në momentin që në të 2 atentatet nuk ka armë të djegura, siç është jemi mësuar në mënyrë klasike, ndoshta ka një lidhje që mund të shkojë drejt një identifikimi, ndoshta drejt një lidhje të 2 ngjarjeve nga ana e grupit hetimor. Pritet për të parë. Megjithatë, në pjesën më të madhe të rasteve ne kemi parë që edhe armët që janë përdorur në krime janë djegur në po të njëjtat mjete apo më të mjete që janë përdorur për të larguar nga ana e autorëve. Sigurisht që mbetet për të vlerësuar në vijim dhe nëse do të ketë apo jo një pikasje të këtyre sendeve. Unë mendoj që gjithmonë në një ngjarje kriminale kur nuk ka një makinë të djegur apo armë të djegura, gjithmonë ka një shpresë për gjetjen e tyre dhe për nxjerrjen e provave, pra materiale për dokumentimin. Është një provë që nuk është shkrumbuar. Nuk është shkrumbuar. Diku është. Ndoshta mund të të kujtohet ndonjë rast, por unë mendoj që në vitet e fundit paktën nuk më vjen në mend ndonjë rast që të jetë djegur ndonjë mjet dhe të jenë gjetur materiale. Jo, ka qenë e pamundur. Ka qenë e pamundur të paktën për prova biologjike të cilat absolutisht që shkatërrohen, përveç për shembull rasti masakrës në Shkodër që makina e djegur u arrit të identifikojë numrin e shasisë për të shkuar drejt gjetjes, si thua, të autorit që arriti ta vite dhe që është i arrestuar sot. Gjithsesi të mos kalojmë në detaje janë këto. Okej, mirë Sokol, do rikthehem sërish shkurtimisht për ngjarjen në Lezhë për të marrë disa informacione të tjera. Beko të analizojmë pak edhe këtë që tha edhe Sokoli. Mungojnë armët e krimit dhe përdorimi i motomjeteve. Tani si e shikon? Si e shikon këtë histori? Armët e krimit nuk janë aty. Edhe helmetat e kishte fjalën. Nuk e skafandrat, po helmetat, mbrojtëse. Shiko, në fakt kjo implikon autorët, sepse mbajtja e këtyre armëve i vesh me përgjegjësi ata pse janë prova shumë të rëndësishme në rast se ata ndalohen edhe rastësisht ose shkojnë bëhet një kontroll me bazë informacioni.
Dhe ne dim nga eksperjenca, siç e përmendën, në të gjitha rastet që janë përdorur armë, ato janë lënë në makinë dhe janë lënë. Ky ka qenë veprimi i drejtë, po themi, i drejtë për pjesën e autorit. Është në përgjithësi kështu ngjarjes janë importuar nga jashtë, kanë ndodhur në park, këto kanë qenë dy mekanizmat me makinë dhe me motor, të cilat janë tekur më pas. Pse është e mira e tyre, ne nuk duam ta shpjegojmë shumë gjatë sepse duket sikur japim shembull negativ. Jo, s'japim shembull. Shikoj, analiza është krejt okay, domethënë. Nuk dua të zgjatem në këtë pjesë, të jap këto arsye, por dalem te kjo tjetra. Kjo është pozitive sepse është thënë nga këto armë dhe gëzhërat janë aty. Ato armë janë identifikuar tashmë pas të këtyre gëzhërave dhe në rast se do jenë në sistem, do të lidhen, por sepse mund të jenë armë të vjetra etj, por nesër deri çfarëdo ngjarje kriminale që të bëhet në Shqipëri me armë që do të jenë të njëjta do futen në sistemin e kërkimit, ku janë një numër pafund armësh dhe do të krahasohen gjithë, do jetë një provë shumë e mirë bashkë me atë 9.